Roko Vata e ka tradhtuar zyrtarisht Shqipërinë. Lojtari i Watfordit nuk ka më asnjë shans të vetëm për të qenë pjesë e kuqëzimit në të ardhmen, teksa është grumbulluar nga Irlanda A për ndeshjet e marsit. Tifozët kishin ende shpresë për një kthim mendje nga ana e djalit të Rudi Vatës, i cili kishte marrë ftesën e Shqipërisë U21, por e ka refuzuar atë për të zgjedhur Irlandën. Ndryshe nga Roko Vata që luan vetëm te Watfordi në Championship, Armando Broja, lojtari i Chelsea në Premier League, ka refuzuar Anglinë U21 vetëm për të qenë pjesë e Shqipërisë. Kjo nuk është një histori mediatike, por këtë do ta pohonte vetë Armando Broja në emisionin ton Koha Shtesë. Një mundësi e jotja, domethënë që mund të shkoje te Anglia, tek mosha e Anglisë, si ka qenë propozimi dhe a ke pasur më dyshje për të zgjedhur atëherë mes Shqipërisë dhe Anglisë, apo ishe i bindur zgjedhjen tënde? Jo, kam pas edhe përpara, kam pas më kanë thirrë Anglia edhe përpara, ku isha më i vogël, po kam pas atë të dy, apo kam folë edhe me babin edhe me familjen edhe edhe kur fola me babin e këta i thash babit kam qef me lut për Shqipërinë, edhe kam marrë qef me lut për Shqipërinë, sa është vendi që është më afër zemrës time, është edhe vendi që më ka linë mami dhe babi, edhe i kam shumë se thash para afër zemrës, edhe tifozat, edhe njerëzit e Shqipërisë, edhe mami dhe babi, edhe është ka kënë një gjë, nuk kam menua dy hira vetëm e herë edhe të ishte me lut për Shqipërinë. Sigurisht që pas gjithë kësaj, Rudi Vata nuk mund të shprehet dot më as për performancat e mira apo të këqija të Armando Brojës te kombëtarja. Për sa kohë, djali i tij reagoi shumë ndryshe se sulmuesi i Chelsea-t, pavarësisht se luan në një ekip modest përpara tij. Imagjinoni nëse Roko Vata do të luante te Chelsea, se si mund të sillej karshi Shqipërisë, nuk do shumë vend për imagjinat në fakt. Nëse Rudi Vata tregonte se për djalin e tij Shqipëria duhej të vinte me një plan të qartë, se sa do ta përfshinte dhe se çfarë projektesh kishte për të, si të ishte një klub futbolli dhe jo një kombëtare, Armando Brojës i rritë zemra vetëm për Shqipërinë, pavarësisht se ka një fanellë si të Chelsea-t, ka stampuar dhe vendosur në shtëpinë në kornizë vetëm fanellat e Shqipërisë, sepse kombëtare është gjaku, është njësia, është çmenduria që përshkruan trupi, dhe jo plani, jo e ardhmja, jo projekti. Ndryshimi është vetëm këtu. Se si shqipa jote është për të vlerësuar ashtu siç edhe mënyra se si babi dhe familja të ka edukuar me frymën për atë dashurinë. Tani mbrapa teje shikoj fanellat e Shqipërisë, janë ato që ti ke debutuar apo? Po kjo është numri 17 është kur kam luajtur kundër Anglisë në Shqipëri në Albania. Më duket isha 16-17 vjeç, më duket 17. Edhe kjo tjetra është ku ka kënë më duket bluza herë parë ku kam pas numrin 9, më duket po. Edhe kam po një 72, një të bardhë, një të kuqe. Shumë e bukur, është vërtet shumë e bukur, pa me në panoram brapa. Duhet të di ku ka qenë ajo ndeshja jote e parë, e mbas më ndeshjen e parë që ti e ke parë Shqipërinë kështu si fëmijë, si tifoz? Se di ku ka qenë ndeshja parë, po e kam pa kështu në televizor, s'di çfarë ndeshje ishte, po kam pa lojtarë si Bekim Balaj, Roshi, Mavraj, gjitha këta lojtarë se kam pas, kur kam kënë fëmijë, e kam pa në televizor, edhe po e kam pa dosta neshje, po s'di cile ishte neshja parë se kam pa taman, po do këm kujtojt shumë mirë, po. Dhe për ta mbyllur, edhe në gjuhën profesioniste që kërkon Rudi Vata, duke lënë mbrapa gjithë ndjesit, zemrën dhe përfshirjen përpara karrierës dhe së ardhmes, lojtarët e mëdhenj thonë se për të qenë dikush në futbollin botëror, pra për të arritur sa më lart, duhet me patjetër që të jetë sa më i thjesht dhe sa më kokulur. Ky nuk është rasti i djalit të tij, Rokos, që si pjesë e Watfordit kishte ëndra me Irlandën, ndërsa Armando Broja, si lojtari i Chelsea-t, ëndrën e tij më të madhe nuk e ka që të fitojë Champions League-ën me Chelsea-n, por të paktën të marrë një herë pjesë të vetme në karrierën e tij në botëror me Shqipërinë. Ka mbyllur karrierën, nuk mos e varg pusën në gosh pa çuar nga Shqipëria në Evropë. Do e mbash kanë ndësej. Në botëror, Inshallah. Është
Është objektivi jot më i madh për ta dërguar nga Shqipëria në botëror? Po, është një gjë se e kam pas në mend gjithmonë, edhe kam në mend gjithmonë, është një gjë jo vetëm për mua, është një gjë e madhe vetë për të gjithë Shqipërinë, a din se kur nuk kanë shkuar një kopë botërore, a din edhe është gati një gjë më të madhe se mundesh me bë si vend, edhe po është gjë më e bukur thamone se me hi në kupën e botërore nuk hin tana ekipet hin ata si janë si bojnë më të mirën, edhe për na kena pas një rast edhe kena qenë shumë afër, po kena edhe do rasta për para dhe inshallah munda me hi aty edhe mund me bojnë ender për të gjithë tifozët shqiptarë dhe njerëzit e Shqipërisë edhe për veten dhe për babin.